Bismillahirrahmanirrahim. Është mahnitëse, befasuese, e jashtëzakonshme. Kjo fjali e madhe e dietarit të shuar të mëdhëbit Hambeli, Imam Ibn Aqilit. Allahu qoftë i kënaqur me te. Ka një fjalë e cila më ka angazhuar gjatë gjithë ditës sot për të kuptuar peshën e madhe të kohës dhe dëshirës së madhe të dietarëve të shuar për të xhanë dije, për të angazhuar me diçka të dobishme në jetën e tyre të përkohshme. Ai Zotni thot, mua nuk më lejohet të humbas as edhe një çast, as edhe një ditë nga jeta ime. Allah, na lupa kësa. Mua nuk më lejohet të humbas as edhe një çast. Pse këtij nuk i lejohet? Po gjithë secilit për nesh nuk i lejohet. Allahu Azza wa Jall e ka bërë kohën kapitalin më të çmueshëm të jetës sonë. Pyete veten, sa orë në ditë ti i humb me gjëra të padobishme? Pyete veten tënde, a keti një program ditor edhe për gjumin, edhe për ushqimin, edhe për daljet, edhe për hyrjet, edhe për leximin, edhe për meditimin, edhe për adhurimin? A keti një program ditor për mirë menaxhimin e kohës tënde? Imam Hasan al-Basri, prej nxënësve të zellshëm të Hazreti Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu, thoshte, o njeri, ti një numër dhe çdo ditë që kalon nga jeta jote, diçka paksohet nga numri jot. Allah, ne po na shkon jeta. Çfarë kemi bë? A kemi arrit diçka të rëndësishme dhe të dobishme në jetën tonë? Ka njerëz që vinë në këtë botë dhe largohen pa bë asgjë. Ne nuk kemi ardhur kot në këtë botë të dashurit e mi. Allahu Azza wa Jall në ka sjellë në këtë botë për ta adhuruar atë. Ai person që është ngarkuar me adhurimin e Allahut, do të thotë se është ngarkuar përgjegjësia më e rëndë dhe më e madhe në botë. Ne kemi një peshë shumë të madhe. Ne nuk kemi ardhur thjesht për të fjetë, për të ngrënë, për të pi, për të jetuar si kavje eksperimentale. Ne nuk kemi ardhur për të vegjetuar në këtë botë. Sot më pyeti një mik, çfarë po lexon së fundmi? I thash për një prej kryeveprave të mendimit islam. Çfarë po lexon ti së fundmi? Kur ka qenë hera e fundit që ke kaluar në dorë tuaja një libër? Një roman, një novel, një libër poezi, një libër shkencor, një libër çato qoftë ai, në fushën tënde ku Zoti të ka vendosur, por edhe për te fushës tënde. Sot, meqense jemi në atmosferën e fillimit të vitit të ri akademik, kjo porosi e madhe e Ibn Aqilit është një nxitje për çdo student, për çdo pedagog, për çdo imam, për çdo mufti, për çdo hoxh, për çdo njeri që e vlerëson kohën, për çdo njeri të dijes që mos me i leju vetes së tij me e humb kohën pa asnjë dobi. Ai thot, edhe nëse gjuha ime lidhet për të folë, për të komunikuar dhe për të debatu, pra për të marrë me dije, edhe nëse sytë e mi lodhen për të lexuar, unë do të vendos mendjen në punë dhe kur t'jem duke pushuar i shtrirë, do të mendoj që kur të ngrihem të kem diçka për të shkruar. Allah, do të thotë se ne të dashurit e mi, ka momente që jemi të lodhur, nuk mund të flasim, nuk duam të lexojmë, na janë lodhur syt. Mos e lën mendjen pushim. Mendo, ka shumë detaje, ka shumë thirrje, ka shumë dritare që Zoti i gjithësisë ka hap para mendjes tonë në këtë gjithësi. Që gjithsesi na ftojnë, gjithë secilin në atë fushë ku Zoti e ka thirrë në jetë. Subhanallah. Dikush e nali gjuhtarin e madh, një ndër dietarët më të shuar të letërsisë arabe, Ahmed ibn Khalil al-Farahidin, do të i tha, nalu se du të flas diçka me ty. Si që rëndohem, na ndodh që dikush me na nal në rrugë. Edhe nëse i bëjmë me shenjë që nuk kam kohë, ai zemrohet edhe e mrolet, edhe pastaj ti ndëgjon se kanë thënë për ty se je mendjemadh, je arrogant, je mospërfillës. Jo i dashur. Nuk jam as arrogant, as mospërfillës, por koha ime, është jeta ime. Është shumë e çmuar, është kapitali më i çmuar i jetës sime, unë nuk mund ta fal ty dot atë. Aq më shumë kur unë kam ditën e xhan. Ai tha, patjetër,
do të nalem veçse na le diellin. Pyete veten tënde, sa i aftë je ti sot për me nal diellin edhe hanën apo me i kthy mbrapsht ato? Sa kohë na ka kalu pa asnjë lloj dobie? Sa kohë na ka kalu nga momenti i fundit që kemi lexuar diçka, a kemi analizuar diçka, a kemi shkruar diçka, a kemi përkthyr diçka, a jemi marrë me diçka të dobishme në fushën tonë? Mua nuk më lejohet të humb as edhe një çast, as edhe një ditë nga jeta ime. Ai zotni vazhdon të thotë dhe e shoh veten time sot shumë të zellshëm për zënien e dijes dhe angazhimin me dituri, edhe pse i kam kaluar të 8 vjetat, ma shumë se sa kur isha 20 vjeç. Të dashur, kjo është thirrje e madhe e një njeriu që ka rrit në fundin e jetës së tij, ka kalu vite, dekada, dhe ka një zell të madh për të mos u nal, për të mos humbur më shumë kohë. Të dashur, mund të ndodhë që në realitetet tona të përditshme dikujt t'i humb portofoli, apo t'ja vjedhin Zoti na rujt. Mund të ndodhë që dikush prej nesh të ngelet pa të ardhuna në fund të muajit. Mund të ndodhë që dikush prej nesh të bie në një vështirësi dhe të ketë nevojë për borxh dhe dikush ja jep dorën. Në të gjitha këto raste që unë përmenda, mund të gjendet dhe në të shumtën e rasteve gjendet dikush që të jep një dorë dhe të ndihmon për të dalë nga vështirësia ku ti ke ra. Përveç një rastit. Në momentin kur ti e humb kohën tënde, e shpërdoron kohën tënde, e fal kohën tënde, ja jep me vetdije të plot atyre që po ta grabisin dhe po ta vjedhin kohën tënde. Kujdes, as nana, as baba, as kush, as një ishtrajt në botë, ma ishtrajti, ma i dashur jot, nuk mundet me dhënë dorën dhe me të thënë, po, merr kohën time. Sepse koha është kapitali ma i çmuar i gjithë secilit prej nesh. Me zemër lutem që Allah Azza wa Jall më na forcu në këtë bindje që koha ime është jeta ime. Dhe shpërdorimi i kohës do të thotë keq administrim i jetës. Ne kemi ardhur në këtë botë dhe kemi ardhur në këtë jetë me një mision shumë të madh për të ndërtuar vlera, për të ndërtuar të mirën mi bazën e adhurimit të Zotit. Domethënë mi mbështetjen më të madhe dhe më solide edhe më të palëkundur në botë. Të gjithë të tjerët mund të bien, besimtari nuk bie. Besimtari është i fortë. Mirë, po kujdes. Nëse abuzojmë me kohën, nëse e shpërdorojmë kohën, nëse e tresim kohën, mund të na kthehet edhe adhurimi jon në folklor, në një pamje sipërfaqësore, a në një shfaqje pa asnjë dobi. Mos e humbni kohën. Mos e shpërdoroni kohën. Mos ja falni kohën askujt, sepse koha juaj është më e çmueshme se çdo gjë. E nëse abuzoni me të, askush nuk mund t'ju jap dorën për të ngritur në kam. Allahu ju dashtë.